Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejtë nga studio numër 1 e televizionit, studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me një vendim të gjykatës themelore këtu në Prishtinë. Vendim ky i cili çon në burgim të përjetshëm dy të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt. Për Liridona Ademajt do të flasim edhe në pjesën e dytë të emisionit frontal, për shkak se kemi realizuar një intervistë me vllain e saj për të folur pikërisht për vendimin e gjykatës, po ashtu edhe për dhimbjen që kanë për motrën e vet, mirë po edhe për betejën e familjes tash për t'i kthyer dy djemt e Liridona Ademajt në familjen Ademaj. Do të kemi edhe shumë informacione tjera përpara se gjithashtu titujt kryesor. Gjykata e dënon me burgim të përjetshëm Najmur Selin e Granit Plavën për vrasjen e Liridonës Kokallës, si shqipton dënim 30 vjet. Babai i Liridona Ademaj thoi se populli dënoi vrasjes të Liridonës, avokati paralajmëron ankesën në apel. Kryeministri Kurti deklarohet se për presidentin thotë se s'mund të jap këtë post opozitës sepse populli nuk e votoi ata. Deputetët mbledhen në seancë të jashtëzakonshme për rrymën, opozitorët përplasen me deputet e ministrat e vetëvendosjes. Të në titujt kryesor, mirë po ne kemi shumë informacione tjera që kemi përgatitur në këtë magazinë informative, të cilën po e nisim me një vendim të gjykatës themelore këtu në Prishtinë, vendim ky i cili çon në burgim të përjetshëm Najmur Selin e Granit Plavën për vrasjen e Liridonës. Gjykatoria në themeloren e Prishtinës asnjëherë nuk ishte më mbushur se këtë të martë. Përveç gazetarëve e punonjësve të gjykatës, prezent në sallë ishin edhe familjarët e Liridona Ademajt, e vrarë në mbrëmjen e 29 nëntorit të 2023-s. Të vetmit që nuk erdhën ta dëgjojnë gjykimin e shpallur në këtë rast penal, ishin tre të akuzuarit, Najmur Seli, Granit Plava e Kushtrim Kokalla. Por trupi gjykues në krye me gjyqtaren Fatmire Dremaku i shpalli Murselin e Plavën, fajtor për vrasje të rënd në bashkëkryerje. I akuzuari Najmur Seli me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform meni 364 të kodit të procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryerje, vrasje e rënd nga neni 173, i akuzuari Granit Plava me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform meni 364 të kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryerje, vrasje e rënd nga neni 173. Ndërkaq fajtor gjykata gjeti edhe Kushtrim Kokallën, sa i përket ndihmës në kryerjen e veprës penale. I akuzuari Kushtrim Kokalla me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 të kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje rënd. Andaj gjykata themelore në Prishtinë dënoi me burgim të përjetshëm Najmur Selin e Granit Plavën, gjë që u përcoll me duartrokitje nga familjarët e së ndjerës. Të akuzuari Najmur Seli dhe Granit Plava ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Ndërkaq që akuzuari tjetër, Kushtrim Kokalla, u dënua me 30 vite burgim nga trupi gjykues i përbër edhe prej Gent Bekës e Alban Ajvazit. Të akuzuarit Kushtrim Kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Seanca përfundoi me përqafimet e familjarëve të viktimës, që mirëpritën dënimin ndaj të akuzuarve. E pas kësaj seance, babai i Liridonës, mirë po edhe vllau dhe avokati i familjes janë deklaruar para gazetarëve. Faleminderit për i gjithëve. A keni prit me padurim që ditë? Wallahi po. Shumë padurim e kem prit. Fishdeshti Zoti e morën dënimin e merituar. Ne faleminderit shumë. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon edhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht.
Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Sot u nxorr një vendim konform prova materiale që administruan shqyrtim gjyqësor. U shqiptuan 2 dënime me burgim të përjetshëm dhe një kuazi dënim me burgim të përjetshëm, edhe pse si i tillë nuk parashihet me kod, pasi që ishte vetëm në kohë zgjatje prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë, sido që të jetë, ka qenë një proces i ngarkuar. Kuptojmë edhe gjykatën për këtë vendim, duhet jemi të motor dhe të respektojmë vendimet të gjykatës, t'i pranojmë si të tilla dhe të ushtrojmë mjetet juridike që kemi në dispozicion. Edhe ushtruesja e detyrës së Presidentes Republikës së Kosovës, kryeparlamentare Albulin Haxhiu, tha se me dënimin e përjetshëm ndaj Najmur Selit dhe Granit Plavës, si dhe me 30 vjet burgim ndaj Kushtim Kokallës, drejtësia dha një përgjigje të merituar. Sot me dënimin me burgim të përjetshëm të përgjegjshëm për vrasjen e Liridona Ademaj, drejtësia dha një përgjigje të merituar dhe të fortë ndaj një krimi të rëndë që tronditi mbar vendin. Përpjekja të dënuarve për të fshehur vrasjen pas skenareve të rrem vetëm sa rëndojnë edhe më shumë këtë akt mizor. Asnjë vendim gjykate nuk e kthen Liridonën pranë fëmijëve të saj, pranë vëllait, pranë familjes, por ky aktgjykim e bën të qartë se askush nuk mund të planifikojë, të urdhërojë apo të kryejë një krim të tillë dhe të mendojë se do t'i shpëtojë drejtësisë, ka shkruar ajo. Haxhiu tha se lufta kundër femnicidit kërkon vigjilencë të përhershme institucionale dhe angazhim të fortë dhe zero tolerancë ndaj çdo forme të dhunës. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për kryeministrin Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili sot ka folur edhe në cilësi të kryetarit të televizijës vetëvendosje dhe ka diskutuar gjëra gjatë me gazetarin e televizionit të shtatë Genci Godanci për takimin që ka pasur me përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe mungesën e arritjes së një marrëveshje edhe me LDK, mirëpo edhe me Partinë Demokratike të Kosovës. Legislatura 10 duhet ta zgjedh presidentin, duhet të evitojmë zgjedhjet e reja të cilat janë të panevojshme dhe nuk sjellin gjë të re. Legislatura e 10 nuk i ka as 113 javë, që do të ishin rreth 2 vjet, i ka veç se 113 ditë. Pra, me 28 dhjetori kemi mbajtur zgjedhjet, po atë natë kemi pa rezultatin, kur s'ka qenë më i qartë dhe tash këta 120 deputet duhet që t'i funksionalizojnë institucionet në plotni, kemi kuvend, kemi qeveri, duhet të kemi edhe president, duhet të pranohet dhe respektohet rezultati zgjedhjeve dhe duhet të funksionalizohet ai. Lëvizja vetëvendosje me partnerët e saj i ka 57 deputet. Si mazhorancë jemi me 66 deputet. Natyrisht që pranimi i rezultatit nuk kupton që PDK-ja ta kuptoj që janë 22 deputet, janë 1/3 e mazhorancës dhe duhet ta mirë kuptoni edhe pozitën time të vështirë, sepse lëvizja vetëvendosje ka arritur 51.1% të votës popullore dhe ky është një rezultat i pa parë, prandaj edhe vitin 2026 do duhet të sillemi në përputhje me këtë rezultat. Unë i kam ofruar kryetarit PDK-s, Bedri Hamza, që të bëhet një rokad ndërmjet kryetares aktuale që është edhe ushtruese e detyrës presidentit Albulin Haxhiu dhe nën kryetarit PDK-s që në këtë rast është Vlora Qitaku. Pra, lirisht, PDK-ja le ta bën kryetar Bedri Hamzën, kryetar të kuvendit, ose Vlora Qitakun. Albulin Haxhiu bëhet nën kryetare e kuvendit edhe vazhdojmë tutje. Edhe besoni që kjo nuk është pak. Sepse Albulin Haxhiu ka më shumë vota se Bedri Hamza. Dhe Albulin Haxhiu ka gati 4 fish më shumë vota se Vlora Qitaku.
Pra ky është një koncesion i madh që e bëjmë ne, që Albulina Haxhiu t'ja liroj vendin Bedri Homzës. 4 veta në vetëvendosje kanë më shumë vota se Bedri Homza. Përveç meje, Glauko Njufca, Albulina Haxhiu edhe Hekuran Murati ka më shumë vota se sa Bedri Homza. Ndërkaq, nëse e krahasoni me LDK-n, 10 veta në vetëvendosje janë më të votuar se sa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Për shembull, a e dini që Ejup Maqedonci, që ka qenë me numër 16 në listën e vetëvendosjes, ka më shumë vota se Lumir Abdigjiku. 10 veta në vetëvendosje. Nëse bëhen bashkë grupi parlamentar i vetëvendosjes dhe grupi parlamentar i LDK-s, kryetari i LDK-s është 11 me vota. Pra, duhet të respektojmë rezultatin zgjedhor. Nuk mundemi ta shkelim vullnetin e popullit. Unë nuk po them që opozita është e parancishme, përkundrazi, kam bërë ofertë gjeneroze. Kryetari i LDK-s mund të bëhet zëvendës kryeministër, zëvendësi imi, dhe përveç se t'jetë zëvendësi imi, njëkohësisht t'jetë edhe ministri i punëve t'jashme, pra t'i kenë 4 ministri edhe të jetë zëvendës kryeministër, dhe jo vetëm kaq, ose ta ketë versionin tjetër, nëse nuk i pëlqen të bashkëqeverisë, ta bëjmë rokadën ku Lumir Abdigjiku ose dikush tjetër i LDK-s bëhet kryetar kuvendi. Mbesoni, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është antare e partive popullore, IPP. Nëse kryetari i LDK-s i pyet Partitë Popullore Evropiane dhe ju thot kryeministri Albin Kurti, që i ka 66 deputet mazhëroncë, mu që i kam 15 deputet, ma ka ofru zëvendës kryeministrin edhe 4 ministri, edhe kam thënë jo, unë jam i bindun që ata s'do ta mirëpresin. Le ta pyes kancelarin Merz, le ta pyes kancelarin Stoker, le ta pyes Donald Tuskun. Krejt që janë në IPP, le t'i pyes kryetari Abdigjiku, edhe le t'ju thot, a duhet ta pranoj këtë ofertë të lëvizjes vetëvendosje? Le t'i pyes miqtë vetë evropian, mos le të më pyes mua. Ose kryetari i PDK-s, Bedri Homza. Le ta pyes kryetari i PDK-s Bedri Homza, Renew Europe, se është familja evropiane ku merr pjesë PDK-ja. Le t'i pyes ato, le t'i thot, a duhet ta pranoj pozitën e kryetarit të kuvendit? Do t'i thonë po, se është 1/3 e mazhëromzës. A dini për shembull që unë i kam thënë kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjikut, eja lirisht në vend të Glaukut, edhe hecim përpara. A Glauku ka gati 4 fish më shumë vota se Lumir Abdigjiku. Pra proporcionet janë drastike. Oferta jonë është shumë gjeneroze, por nuk janë të interesuar që të shblokojnë. Po silën thusë është viti 2025, kur e mbani men me ato seanca nuk votoi Albulina Haxhiu. Ka kalu viti 2025, është viti 2026. Ama kryeministri Lidhja Demokratike e Kosovës e Partia Demokratike e Kosovës i refuzon këtë ofertë që po i ripërsërit në sot. Po s'është e mundshme që i refuzon. Për shembull Abdigjiku tha që njerëzit në takim me fol vetëm për presidentin, nuk erdha me fol për marrëveshje të tjera politike. Jo, neve na u ka thënë paraprakisht që ne nuk mund të bashkëqeverisin, sepse ju nuk mund t'i keni të 3 pozitat. E po nëse s'mund t'i kemi 3 pozitat, ja po i kemi vetëm 2. Plus që presidenti kur zgjedhës mund me qenë antar i partisë. Pra, nëse do ta kishin kryetarin e kuvendit, nuk do të kishin 3 pozitat. Edhe mos harroni, me datën 3 shkurt të vitit 2020, kryetari i kuvendit Glauko Njufca ja ka liruar vendin Vjosa Osmanit. E kemi bërë edhe më herët rokadën. Lëvizja vetëvendosje tashmë e ka bërë rokadën në shkurtën e vitit 2020 me LDK-n, duke ja dhënë pozitën e kryetarit. Pse kryeministri është kaq e rëndësishme pozita e presidentit, pse nuk po i mbani për shembull kryeministrin edhe kryeparlamentarin? Ama vesh pak, çka të bëjmë me rezultatin zgjedhor që më kanë dhënë 51%? Për kryeministrin ka qenë. Jo, çka kupton. Mos më dhon dikujt. Ata nuk i kanë votat as në mbledhjen në shkrimet në kandidati. 22 deputet PDK-s nuk mjaftojnë për me apliku. Vesh pak keni apliku për punën një herë. Prandani kur siki dokumentat. E po thua hin punë, po ti siki dokumentat as më apliku. Po ju keni thonë që na keni garu për jo për president, për kryeministrin. Po vesh një moment, m'ja dhon atij po thu. Se ka dhon populli o vëlla. Në gjetni kandidat. Po çysh m'ja dhonën kur se ka dhon populli? A kupton? Nuk demokracia nuk kupton vullnetin e popullit në epicentër. Jo pazorin. Unë jam super gjeneroz. Duhet të pyesni ata, çysh është e mundshme që me këta numra të ulët që i kanë, i bëjnë këto refuzime gjeneroze. Aty e keni problemin. Duke marrë parasysh që edhe pak det, a do të ketë tentime të reja për shtesë?
Partia që udhëheq Albin Kurti ka dërguar në kuvend dhe ka miratuar me pas ligjin për konfiskimin e pasurisë, mirë po ky projekt ligj ka pasur reagime edhe nga opozita, mirë po edhe nga shoqëria civile. Madje në këtë moment Instituti Demokratik i Kosovës është duke mbajtur një konferencë për shtyp. Përkatëse për të. Ky në fakt si standard minimal parashen një kohë të nevojshme për përgatitje, njoftim dhe pjesëmarrje të barabartë të gjitha palëve. Në momentin kur dëgjimi thirret dhe zhvillohet në një periudhë brenda një afati prej rreth 22 orësh, normalisht që ky standard nuk mund të përmbushet në praktikë. Përjedhoj të gjitha palët e interesuara dhe të përfshira, duke përfshirë këto organizatat e shoqërisë civile, institucionet publike, ekspertët dhe të gjitha akterët e tjerë, janë duke u ftuar në një proces pa pasur mundësi reale për të përgatitur në mënyrë të duhur dhe për të dhënë kontribut të strukturuar e përmbajtësor që do të reflektohet normalisht negativisht në cilësinë e vetë procesit ligjvënës. Në të njëjtën kohë, gjatë diskutimeve në komision, është reflektuar edhe një qasje kufizuese, e cila ka anashkaluar asistencën e ofruar nga KDI për organizimin e dëgjimit publik, që jo vetëm e cënon bashkëpunimin tonë të drejtanishëm, por edhe përçën një mesazh negativ sa i përket përfshirjes së shoqërisë civile në procese vendimarrëse. Në fakt, përvoja e mëhershme tregon se bashkëpunimi ndërmjet kuvendit dhe organizatave të shoqërisë civile vetëm se ka avancuar dhe i ka dhënë vlerë shtesë proceseve ligjvënëse që janë zhvilluar në kuvend. Në një fazë kur po trajtohet projekt ligji me ndikim të drejtë për drejtë në luftën kundër korrupsionit dhe që prek në fakt edhe të drejtat kushtetuese, mënyra e zhvillimit të tij është po aq me rëndësi sa edhe përmbajtja. Prandaj, ishte një pjesë nga konferenca që aktualisht është duke dhënë Instituti Demokratik i Kosovës, pra Eugen Cakolli, ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal. I kthehemi edhe një herë zgjidhjes së çështjes së presidentit, ka pasur reagime edhe nga partitë opozitare, të cilat sot gjatë dite e kanë akuzuar lëvizjen vetëvendose dhe Albin Kurtin, i cili sipas tyre qëllimisht e ka bllokuar këtë proces. Kryeja e punë është marrë mbledhja e Këshillit Drejtues. Këshilli Drejtues është organ vendimarrës brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Është diskutuar gjëra gjatë kjo temë, është konstatuar që nuk ka pas seriozitet nga partia fituese dhe nga zoti Kurti që venet me dhon president, nuk është trajtuar me korrektësi qasja pozitive Partisë Demokratike të Kosovës dhe si rezultat i kësaj gjendje dhe këtyre zhvillimeve, Këshilli Drejtues ka votuar një deklaratë politike që një paragraf i saj ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit dhe thot për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është i përmbyllur. Ne ju kemi përgjigj një ftesë që të gjejmë një rrugë të përbashkët për me dhënë vendit Presidentit Republikës. Tani loja e numrave, renditjeve, kalkulimeve është lojë politike dhe kjo çështje, kjo mendësi Kosovën po e mban në qarkun e mbyllur të krizave politike tash 2 vjet e gjysmë spaku. Dhe po paralajmëron krizë të re. Kriza e presidentit Kosovën e çon në dështim të kuvendit, dështimi i kuvendit janë zgjedhjet e reja dhe prap do të rikthehemi në kërkesën që qytetarët me definu dhe qytetarët me vendos. Për fat keq pra ai po tallet me gjithë ne me Kosovën. Po shkon drejt zgjedhjeve, veç ka përgatitur një pako financiare që shënon me shkep pak para zgjedhjeve disa ditë. Me një pension plus, me gjysmën e pagës për punësuar në sektor privat, edhe disa shtesha tjera, ai e ka gjetë formulën, pra mos me punu 4 vjet, mos me zhvillu vendin, mos me rrit pagat, me rrit çmimet, pra me na i marrë ato që i kanë drejta qytetarët, kur i vynë votat, i shkep pra parët e buxhetit. Këto deklarata janë dhënë sot gjatë ditës, kur deputetët e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga opozita për të diskutuar për rrymën në Kosovë dhe shtrejtimin e saj, seancë kjo e cila është duke vazhduar edhe aktualisht. Mirë po në fillimin e saj ka pasur përplasjen mes deputetëve të opozitës dhe pushtetit. Seanca nisi me një orë vonesë.
Kjo bëri që kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ta nisë këtë takim me kritika. Në momentin kur e kam pranu kërkesën për seancë jashtëzakonshme, i kam anullu të gjitha aktivitetet që kam pas për ta respektu këtë seancë. Prandaj është e rëndësishme që deputetët të jenë këtu dhe të vazhdojmë me seancën. Sidoqoftë, kjo seancë e ligjvënësve u bë me iniciativën e opozitës për të diskutuar çmimin dhe faturimin e energjisë elektrike për konsumatorët. Situata aktuale është shqetësuese sipas deputetit të PDK-s Ferhat Shala. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka thirrur këtë seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar rreth situatës së përgjithshme energjetike. E njëjsh kryeministër pati akuzat direkte ndaj shefit të qeverisë, të cilin po e sheh fajtor për krejt këto zhvillime. Shkaktari ose arkitekti kryesor i anulimit të këtij projekti 500 MW me qymyr të Kosovës e me çmim 80 euro të megavatit është Albin Kurti edhe grupi rreth tij. Për kryeministrin pati një epitet. Ekziston lidhja e shkurt e hajnis me energji. Kryehajni është Albin Kurti, kryehajnes është Deona Mihali dhe vazhdon një listë e gjatë. Krejt këto qëndrime janë të pavërteta sipas ministres Artane Rizvanolli. Janë thënë shumë të pavërteta, mirë po do të fokusohem më shumë të ato që kanë edhe do shifra, pavarësisht që ato shifra janë të pasakta dhe të pavërteta. Kjo që tha ministria u kundërshtua me njëherë nga deputetja e LDK-s Janina Ymeri. Është mirë që ti ose me mesazhen ata që të vinë, urime kryeshef. Sukursyen as ironit me drejtuesit e seancës. E nderuara kryetare e teatrit të prallave, zonja Albulena Haxhiu. Faleminderit Gane. As për plasjet mes deputetëve. Deputete Hykmete Bajrami, ulu në vend, deputete. Deputete, këto sjellje janë të papranueshme. Me shpresën se këto tensione do të ulen, deputetët shkuan në pauzë. Shkojmë pauzë deri në 3:30 edhe shpresoj që i ulni pak tensionet. Faleminderit. Dhe më pas, deputetet e Kuvendit të Kosovës janë kthyer në seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar për shtretimin e energjisë elektrike, mirë po shumë prej deputetëve kanë munguar në vazhdimin e seancës për shkak se kanë vendosur që të shkojnë në shtëpi. Ndërkohë zyra e rregullatorit për energji ka njoftuar sot se çdo konsumator i prekur nga devijimet e mundshme të orëve tarifore në faturim të energjisë elektrike do të kompensohen. Ndërkohë vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për një përplasje që ka ndodhur sot në Komisionin për Legjislacion, ku ka pasur një vendim dhe është kundërshtuar një vendim i Qeverisë së Kosovës për shkarkimin e Komisionit të Jurisprudencës. Do të marrim pjesë në votim për arsyet që i dhamë. Nuk ka kuorum. Për propozimin e zotit Çorroni. Jo, për projektin e Prensës. Na i dhamë arsyet për Komisionin e Prensës. I dhamë arsyet ose mund ta dash ka probleme politike, ka politike dhe nuk janë arsye racionale ligjore. Pikën 14 janë në rregull që e propozojmë ne. Arsyet e mos pjesëmarrjes tuaj në votim janë pastërsisht politike. Ti ktheve në debat politik, na si interesu për debat politik. Unë do të them pjesëmarrja ju akti pastë politik. Po mirë, se çore, na jena para njerëzve na ndëgjojnë. Nëse ti më thu mua që ky vendim afekton drejta dhe lirit njerëzit. Saktë. Nëse ti më thu mua që në një vend demokratik mundesh me marrë vendim me që afekton drejtat dhe lirit njerëzit, edhe mos më shkruaj asnjë fjalë arsyetim, pa arsyetim, kjo është diktaturë jo. Vendim që afekton drejtat dhe lirit njerëzit, pa arsyetim, jo, dëgjoj, ta pritet mua për të ndërhyjë. Dëgjoj, on ta bëj peticionin sa herë dush. Është e kryuar. Mos po ti fola. Nëse ka vendim që afekton drejtat e njerëzit dhe s'ka arsyetim, kjo është diktaturë do. Flasim tash për kryetarin e komunës së Prishtinës, i cili sot ka marrë pjesë në një ngjarje të cilën e ka organizuar Komuna e Prishtinës, mirë, por në këtë rast është pyetur edhe për një raportim që sot gjatë ditës është dhënë dhe ka folur për përplasjen mes tij dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku. Me një orë vonesë u shfaq në hapësirat e shkollës fillore Hasan Prishtina. Kreu i kryeqytetit përparem Rama e vizitoi këtë institucion të arsimit për të parë nga afër kushtet dhe investimet në arsim.
Fokusi i vizitës ishte digitalizimi në shkolla, përfshirë kurrikulën të pajisje teknologjike në klasa. Tash keni kurrikulën digjitale në anën dhe panelat digjitale në anën tjetër. Këto ju ndihmojnë tash edhe më shumë për me gjetë informata, jo vetëm në bibliotekat tona këtu që i kemi, po një bibliotekë e madhe e botës, apo informata nuk mungon veç atë dëni me mësu. Megjithatë, jo të gjitha klasat janë të pajisura me panele digjitale. Do momente që nuk i kemi tabela digjitale, i kemi zavendësuar me televizor. Por, sipas kryetarit, procesi i pajisjes është në përfundim. Jemi tash edhe duke instalu panelat e mençura, pra digjitale në për gjitha klaset e gjitha shkollave në kryeqytet. Edhe këtu tash i kemi furnizu pothuajse të gjitha klaset, na kanë mbetur edhe diku edhe 10 prej gjithave, që tash i kanë televizionet, po duhet me mundësu që me pas panelat digjitale. Ndërkohë, në plan janë edhe investimet të tjera në infrastrukturën shkollore. Me i hek këto tabelat me shkumsa që kemi pas deri më tani, sepse mënyra e mësimit është shumë më efikase, ndërlidhja me informatën është shumë më e mirë, shumë më e shpejtë. Investimet në arsim, sipas tij, mbeten prioritet. Investimet tona të mëdha kyçe janë në arsim të kryeqytetit për të mirën e rinisë tonë, për të mirën e të ardhmes së vendit tonë. Prej këto, kryetari i Prishtinës pati edhe një kërkesë për bashkëpunim politik, jo vetëm në nivelin lokal, por edhe atë qendror. Edhe ata janë shumë të mirëseardhën, por është ftesë publike, janë të mirëseardhën të bashkohen, mos të bllokojnë, mos të sabotojnë. Edhe niveli qendror, po them, niveli qendror duhet të jetë bashkëpunues me kryeqytetin, sepse niveli qendror vepron në kryeqytet. Ndërsa i pyetur nga televizioni të shtatë për raportimet për krisje të raportit mes tij dhe kreu të LDK-s, ai mohoi një gjë të tillë. S'ka krisje. Faleminderit shumë. Nga Prishtina shkojmë në veri të Mitrovicës dhe flasim për një protestë që ishte paralajmëruar të ndodhë sot në Jarin, mirë por një gjë e tillë nuk ndodhi. Në vendin ku paralajmërua protestë, të martën në mesditë qarkullimi po vazhdonte pa telashe. Në pikën kufitare në Jarinjë, pritet që të ketë një organizim nga banorët serb nga ora 12 deri në ora 18 të mbrëmjes. Ky është njoftimi pa verifikuar nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, i cili parashente edhe bllokim të autostradës drejt Republikës së Kosovës. Por krejt çka vreje ishte prezenca e disa veturave të policisë të gatshme për të intervenuar kur ka nevojë. Udhëtarët i thanë televizionit se nuk ishte probleme dhe se rruga ishte lehtë e kalueshme. No, it's not problem. Jo, nuk ishte problem. Thjesht kishte kolon 2 kilometra, asgjë më shumë. No. Jo, nuk kisha probleme. Nuk ishte në këto momente, ishte gjithçka e lirë. Për 15 minuta e kaluam. Ata treguan se gjatë rrugës nuk vretën ndonjë organizim. Nuk kishte asgjë. Jo, ishte e lirë, gjithçka në rregull. Këto organizime të protestave nuk e cënojnë sigurinë sipas ekspertit Arben Dashevci. Më shumta që mund të ndodhë sipas tij janë telashët në komunikacion. Asesi, në asnjë mënyrë dhe në asnjë rast nuk e cënojnë sigurinë tonë. Mund të ketë vetëm se ndonjë problem teknik për shkak të komunikacionit, por çdo gjë që zhvillohet në ndonjë shtet tjetër, Republikës Kosovës nuk i intereson fort, por i intereson siguria e saj e brendshme publike. Nga policia e Kosovës nuk u deklaruan rreth këtij paralajmërimi për protestë. Policia e Kosovës është deklaruar për një rast të vjedhje që ka ndodhur para një kohe në qytetin e Pejës. Një grua është arrestuar sot në Pejë në ndyshimin për vjedhje të rëndë e cila ndodhi në janar të këtij viti. Një person me banim të përkohshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës kishte raportuar në polici se në shtëpinë e tij në rrugën Due Përllëshe në Pejë në sef ka lënë një shumë të parave prej $176,000 amerikan dhe 3.750 euro, të cilat janë vjedhur. Policia sot tha se pas një pune intensive kanë arritur të arrestojnë të dyshuarën, e cila dyshohet se ka vjedhur shumën e të hollave të lartcekura. Pas intervistimit nga hetuesit me urdhër të prokurorit të shtetit, e dyshuara është dërguar në mbajtje për 48 orë. Sot gjatë ditës këtu në Prishtinë ka ndodhur një incident ku një burr është lënduar në vendin e punës në një punishtë në lagjën Dragodan në Prishtinë.
Teksa ishte duke punuar, Vinçi është rrëzuar në punishtë duke lënë të lënduar një punëtor. E punëtori i lënduar është dërguar për trajtim në klinikën emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Dafina Bashulli, mjekën e klinikën emergjente, ka thënë për Indeks Online se gjendja e punëtorit të lënduar është stabile. Ajo tha se pas ekzaminimeve që janë bërë në klinikën emergjente, i lënduari do të vazhdojë trajtimin në klinikën e ortopedisë. Vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për lëndët të cilat presin gjatë në gjykatat e Kosovës. Për kozgjatjen e trajtimit të këtyre rasteve civile ka folur sot edhe IKD-ja. Kosovës për drejtësia dhe në këtë raport ka trajtuar aspektin e kozgjatjes së rasteve civile, ku ka gjetur se rastet civile definitivisht nuk zgjidhen brenda një afati të arsyeshëm kohor që paraqet edhe një të drejtë në kuadër të së drejtës për gjykim të drejtë. Gjetjet e Institutit të Kosovës për drejtësi theksojnë se mesatarja e trajtimit të rasteve civile në sistemin kosovar në sistemin gjyqësor është 875 ditë, pra në nivel vendi. Megjithatë, kjo mesatare do të thotë është e përgjithshme dhe ka dallime të ndryshme në mes të gjykatave në lidhje me kozgjatjen e trajtimit të rasteve civile. Për shembull, në rastin e gjykatës themelore në Prishtinë, mesatarja e trajtimit të rasteve civile është siç më pak se 1174 ditë për rast, derisa në gjykatën themelore të Gjilanit është 651 ditë. Në anën tjetër, Instituti i Kosovës për drejtësi ka shqyrtuar edhe kozgjatjen e trajtimit të rasteve në gjykatën e apelit dhe që gjetjet e IKD-s dëshmojnë se kozgjatja e trajtimit të rasteve në gjykatën e apelit nga vendimarrja themelores deri në vendimarrjen e apelit është 619 ditë. Sa i përket barabarësisë e trajtimit të rasteve civile, gjetjet tregojnë se një situatë shqetësuese është në praktikë, pasi në njërin anë janë evidentuar raste të cilat janë iniciuar dhe kanë përfunduar brenda vitit të njëjtë, ndërsa në anën tjetër ka raste të cilat janë në procedurë për një kohë të gjatë, përkatësisht ndoshta edhe më shumë se një dekadë. Të dhënat tregojnë se numri më i madh i gjykimeve lidhet me lëndë të iniciuara në vitin 2024, çka sugjeron fokusin e gjykatave në trajtimin e lëndëve të reja. Po ashtu kemi numër të gjykimeve për padit të iniciuara gjatë viteve 2013 deri në 2017, ku tregon se disa raste kanë mbetur në procedurë për një kohë shumë të gjatë, dhe kjo shpërndarje me një farforme dëshmon sfida në respektimin e parimit të trajtimit kronologjik të lëndëve dhe në menaxhimin efikas të lëndëve të vjetra në gjyqësor. Kthehemi në studion e emisionit frontal për të nisur bisedën me Leonard Ademaj, vllain e Liridona Ademaj. Leonard, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që pranove me kanë pjesë emisionin frontal në një ditë që është e rënë, le të themi periudhën ndonse vendimi i gjykatës është burgim të përjetshëm për Naim Ursilin dhe Granit Plavën, po megjithatë është një ditë e rënë, po të falenderoj shumë që erdhe sot në emisionin frontal. Faleminderit juve. Qysh ke sot dita vendimi, qysh e prit? Po pra sot ke vendimi i gjykatës. Ajo se çfarë vërtetua sot është ajo që themi ne që nga dita e arrestimit të të akuzuarve, tashmë të dënuar, se Naimi së bashku me kushtrimin e kanë organizuar këtë vrasje makabër, duke zgjedhur si vrasës Granitin. Dënimi sadopak na ka lehtësuar dhimbjen neve. Nuk ishte vetëm dënim për neve, por ishte edhe për Liridonën. Po ashtu ky dënim ishte edhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre. Por megjithatë është një farë lehtësimi, le të themi, për ty, për prindërit, për fëmijët të cilët më pas do të rriten dhe do të kuptojnë se gjithë ato që ka ndodhur familjen Ademaj, pra vendimi me burgim të përjetshëm. A ka pas një moment ose sot ose ditëve më herët kur ti ke menduar që ndoshta nuk do të jetë ky vendim? Them të drejtën, ne kemi besuar në drejtësi që nga fillimi i këtij procesi. Dhe ka pas raste kur me të vërtetë kemi qenë pak konfuz
por ja që drejtësia më në fund triumfoi dhe gjykata mori vendimin ashtu siç duhet. Të pam shumë të lumtur pas këtij vendimi, pam ato reagimet pas mos i dha verdikti nga gjykatësia, madje të pash në një përqafim edhe me avokatin Leotrimin që pra ishte edhe le të themi edhe një triumf edhe ekipit të mbrojtës për gjithë këtë fotografi. Po. Me Leotrimin, përveç që është avokat mbrojtës si familjes tonë, ne kemi edhe lidhje familjare së bashku dhe të drejtën e ka ndje bashkarisht me mua në çdo hap, kemi punu për orë tona së bashku dhe as shumë është afru me rastin sa që çdo herë thëke edhe pak na duhet me punu, edhe pak na duhet me punu, edhe pak me punu, por duhet ta falenderoj përzemërsisht për gjithë shka që ka bu për neve. Me të vërtet në këtë fatkeqësi kena pas fat shumë të madh që kena pas Leotrimin afër. Sigurisht një fatkeqësi e madhe për familjen Ademaj, po ju vetëm për të sepse kanë përjetuar shumë këtë rast ka qenë ngjarje jashtëzakonisht e rëndë. Sot kur ishit këtu në seancë, cilat kanë qenë ato mendimet përpara se të merret vendimi? Cilat kanë qenë ato mendime që të kanë shkuar ty në mend si vllai i Liridonës? Them të drejtën, vetëm pritsha pra dënimin sikur u jep, përveç kushtrim pokallës, edhe për atë mendojsha që do ta merr dënimin me burgim të përjetshëm. Sado pak thësha që edhe Liridonës t'i pushon shpirti rehat. Edhe familjes, pra beseda e parë që ka qenë me nanën, që e thira në telefon, më dok që e mërzitur, por sado pak ishte i lumtur sepse kriminalet do të vuajnë dënimin e tyre, ashtu siç do ta vuajmë ne për tërë jetën mungesën e Liridonës. Çka tha nona kur foli me ton telefon? Tha faleminderit shumë, thuju krejtëve që na kanë ndihmu, falenderoj mediat shumë që kanë qenë prezent çdo herë me neve. Ishte lumtur në këtë fatkeqësi të cilën na ndodhe neve. Por sigurisht ne kemi obligim, tash edhe më herët kemi obligim si media për të raportuar për ngjarje, por rasti i Liridonës na, se më thonë, e tejkalon këtë anën profesionale. Pra të gjithë ata që kanë dëgjuar, të gjithë ata që e kanë parë rastin dhe kanë kuptuar, janë trishtuar nga ajo se si ka ndodhur vrasja e saj. Diçka që nuk e kish menduar kërkush, as më tepër ju si familje kur e keni njohur dhe ishte dhëndrin tuaj. Ashtu është, domethënë, me të vërtetë rasti ka qenë makabër, ajo se çfarë kanë bërë këta, sepse për një vit rresht thuaj se çdo ditë kanë bërë Liridonën, duke bërë organizime, duke bërë trellimet e tilla dhe pas vrasjes duke munduar ta fshehin, duke u maskuar, kinë se ne kemi qenë prej grabitjes, por kjo fal profesionalistëve të hetuesve policor, të cilët i falenderojmë shumë, sepse kanë bërë një punë shkëlqyeshme në rast, kanë punuar shumë dhe sot jemi me këtë vendim të cilin i përket edhe atyre se kanë bërë një punë shumë të madhe. Milis Shishan, falenderimi për policët e tu, sot i kishin qenë prezent edhe në sallën e gjyqit. Po. Nuk e di është kështu praktik, po me gjatë prezenca e tyre... Them të drejten, asune nuk e di sa është praktik, por prezenca e tyre na krijoi edhe neve një siguri të madhe aty, duke na mbështetur në ato prova që ata i kanë siguruar vetë. I falenderojmë shumë secilin, një nga një, veç e veç, për punën që e kanë bërë. Ndërsa njëri për tyre e ka pak gjendje shëndetësore jo të mirë dhe ata duhet ta falenderojmë shumë dhe i urojmë shërim sa më të shpejt të afrohet ekipës, sepse me të vërtetë njerëz të tillë i duan vendit tonë, që të ketë siguri dhe paqe në vendin tonë. Por këtu prezent nuk ishin ata të cilët u dënuan me burgim përjetshëm, përjashto të tretin që u dënuan me 30 vjet burgim. Jo, asnjëri nga të tretë. Asnjëri nga të tretë nuk kanë pranuar. Po besoj që edhe ata e kanë kuptuar atë se çfarë kanë bërë dhe si mund të kenë fytyrë të vinë aty dhe të ballafaqohen me vendimin e gjykatës. Por kanë ardhur më herët, e përmenda ti, madje ka qenë Naimi ka qenë edhe në varrem të Liridonës, të bashkëshortës së tij, që duke ditë se çfarë realisht ka bërë, pra që ja ka marrë jetën bazë edhe të vendimit të gjykatës. A ke arritimi kuptu me vendimin e tij për më marrë pjesë në varrem, ose mos sill sikur po ka dhe mshuri për gruan e tij të cilën e ka vrarë? Them të drejtën, ne jemi takuar fill të nesërmen me Naimin
ishte në sfes duke hangër sen në ushqimore, që shtu kish përësit edhe buk, dhe neve në doke për një me interesante, po mendja nuk nga shkoj që kjo ka mujt me e bo, apo kuptan, se nuk dishim, dhe më thonë, së më as me paragjyku, as me menua san se ishim edhe vetë ngarkuar emocionalisht, të nesër men ka arë në vërrim, po ka arë dikur këtë ka fundi, thuja se edhe unë ja kom thirrë në telefon gjatë ditës vërrimit, kom thirrë në telefon ku je, pse s'ja ka vjen, që se policia patën me na morën pyetje, kështu me radhë, ka ardhë, nuk është se kena dyshu ose dishka, por basi u varros, baba na tha që është e udhës, ne me shku në shpe, sepse na ka pranë besë, se ka lënë vajzën tonë vetëm, në fakt njeriu që u dasht me mbrojt, e ka lënë vetëm e u ik, për atë arsye ne edhe shkuam në shtëpi, pastaj e kuptuam që u arrestuam, të akuzum. Tash më dënjum. Tash më dënuar, pra në burgim të përjetshëm, sigurisht që është një vendim që është pritur, dikush ndoshta edhe ka pas frikë që mbas edhe ky vendim nuk do të jetë. Por po më intereson, kur ka i momenti kur te ose ju si familje niset me dyshu që Naimi ka dorë në këtë vrasje? Them të drejten, gjatë kohës kur po ndodh këtë ceremonia varrimit e kështu, nuk është se kishim dyshime ose diçka të Naimi, përveç se mediat kur ishin prezent në varrim, aty sjellja atij na çuditej neve, sepse aty ishte edhe trupi i Pajeti Liridonës dhe po afronim ceremoninë për varrim. Ai kishte kohë të mirë me media, të prezente media, të bënte mimika, fytyre, e kështu me radhë. Aty neve nuk na u duk normale, e them të drejten, por ne kishim këtë fokusin në varrim, dhe një njerë që kishin e orë për të në ngushluar. Dhe kishit mërzin, do më keni pas ku më analizume, me gjyku me... Ashtu është. Jo nuk e kuptuat momentin kur policia arrestoi atë, apo kishit dyshime ma herët që eventualisht dikush ju ka thënë diçka në lidhje me përfshirjen e tij në këtë vrasje? Kishim dyshime, njerëzit na thonin që ka mundësi që edhe ky është ditën e varrimit, pra ditë po flasim, por ne nuk mund të mendonim që ky ka mujt me bo asnjë lloj krimi të organizuar. Pastaj pasi shkum në shtëpi, policia ke shku fill mas varrimit e kish arrestu, edhe aty e kuptuam që është e dyshuar kryesor për vrasjen. Dhe është e pa imagjinueshme, pra edhe pa pajtueshme që ta shosh deri djedhënër, me pas ta shosh në sallën e gjyqit si akuzuar për vrasjen e motrës. Kur ka qenë ai takimi i parë që ju keni pas masi u arrestu, akuzu për vrasje? Në seans e kem pa herën e parë. Aty, pra, do më thonë, duke ballafaquar me provat materialet e cilat i posedonim edhe ne i kishim pa, do më thonë, edhe ngritin akt akuzës. Në atë periudhë kur ish gati mu ngrit akt akuza, nuk ka qenë periudhë lehtë për neve. Ju kena ofru çdo ndimes, çdo shërbim prokurorisë për çka donin ne në atë hapur që me ngrit një akt akuzë sa më plotësume, edhe të cilën sot gjykata edhe vërtetoi me dënim e burgim përjetshëm. Por du ta themi edhe ta kom shku edhe një mesazh para një kohë, kom thonë që ti nuk mundesh me ngjall motrën tonë, po ti ke dalë hakësh motrës tonë për kretat për kushtim, për këtë angazhim, për këtë kretat gatishmëri që ke pas me kanë gjithmonë aty ku është kërkuar nevoja dhe prezenca jote. Madje sa dhe lexohet që ti nuk e mungu kur në asnjë seancë. Jo. Si ka qenë lidhja jote me motrën me Liridonën? Ne kemi qenë shumë të lidhur me motrën, sepse është motra e parë që ka qenë e jona, u kujdes për neve sa kena qenë më të vegjël, sepse kjo ishte më e madhe për neve. Edhe shumicën e kohës në për festa e kështu ka ardhur ekstra te familja jonë për shkak të mallit, sepse jeton të jashtë vendit. Mendoj që ja kena pas me borxh e Liridonës, fëmijëve, gjithashtu edhe nënës, e cila e ka përjetuar shumë rënd vrasjen e Liridonës. A ke arrit me kuptu të Liridona që raportet, ose që Liridona ka të lashe me Naimin? Thëmë drejten,
e kem pyet Liridonën, domethënë se nuk mundesh mi thoni njëri a ki probleme, pa u shfaq ose pa ndëgju diçka, ama Liridona nuk është anku asnjëherë. Ndoshta ka pas për shkak që mos më na involvuar mos më na ngarkuar dhe neve. Sidomos domethënë ona jona ndaj motrat e këtu nuk kanë qef të lashët e shtëpisë vet, mi sjell familje, se shka po ndodh, shka. Edhe mendoj që kjo ka qenë arsyeja që ajo nuk është shpreh me neve, them kështu. Po. Flasëm pak për se po kam vështirë mi realizohet që të intervistë dhe kështu që po jam shumë i kujdesshëm edhe me pyetje dhe me gjithçka tjetër pa dashur edhe me ju ngarkuar dhe ju më shumë, po flasëm për fëmijët e Liridonës. Ku janë fëmijët e Liridonës? Fëmijët e Liridonës tashmë janë në Suedi. Atje janë me një familje, kujdesen shumë mirë për ta, i falenderojmë shumë shtetin suedez, po ashtu shërbimet sociale, familjen ku jetojnë fëmija janë shumë kujdesshëm ndaj fëmijëve. Por këto janë në një familje suedeze, jo në familjen e prindërve të Naimit. Jo në një familje suedeze. Trajtohen mirë, gjithçka mirë. Shumë mirë, gjithçka është perfekt, domethënë komunikimin na kanë bëu halama të lehtë neve si familje, na rrin gati, na dërgojnë mesazhe, folim me videokamerë me ta, na kanë mundsuar që edhe me shkuve, me flajt me ta, në najt me ta. Po. Ai ti ke shkuj, ke taku atje? Po, i kam taku në vazhdimisht, nona i ka taku vazhdimisht, familjar tjerë, vllavi, motrat, krejt i kemi taku. A din ata që ka ndodhur? Po, takimi parë me fëmijë ka ndodhur dikon mas 6 muajve. Mas rastit dhe ne nuk e dinim se si ata e kanë përjetuar rastin sakt. Kur jam taku me ta, me të vërtet ka qenë emocionuese, se si ata u shprenin, se si ata tregonin rastin, ato fjalë të cilat ne nuk i kishim dëgjuar asnjëherë nga ata. E kanë përjetuar shumë. Çka kallëzojshin ata? Po ata tregonin se si ka ndodhur vrasja, djali i madh e pyeta, unë i thash daj, çka ka ndodhur, çka u bë? Sepse ata na thëshin neve vetëm e kena harru mamin, po nuk u sqarojshin më shumë. Ai më tha mua që hajni ka ja ka bo mamës bam, mama ka pas gjak, babi e ka majt për dorë, ishte me të vërtet e dhimbshme ajo se çfarë ata shprenin. Me pas kanë vazhdu takimet her pas here? Me pas se të herë takimet janë bënë më të lehta për neve si familje, sepse ishte edhe e rëndë për neve që edhe mos mi taku edhe fëmijët, ne e hupem Liridonën, po që na u doke sikur më thonë t'i hup edhe fëmijët. Duhet ta sqarojmë se fëmijët kanë vetëm në shtësi suedeze, për atë arsye ata nuk u leju mi jetu në Kosovë. Kjo ishte edhe arsyeja që shteti suedez ka kërkuar mi marr fëmin. Jo që s'kemi dashni, ne kemi bë kërkesë, mi nal fëmin, mi majt fëmin, por shteti suedez nuk lejon, për arsye se deri në vendim gjykatës, pra Naimi u llogarit si prind i tyre. Po. Tashmë edhe ata kanë qartë se ky është organizatori kryesor i vrasjes dhe po besoj që fëmijët shumë shpejt do të na bashkohen familjen tonë. Pra familjes Ademaj, po. Sa vjet tash i kanë të fëmija? 8 edhe 6. 8 edhe 6. Po. Po besoj që tash veç ata kanë qasje, apo ndoshta edhe nuk kanë qasje për shkak se kujdesi i shtetit suedez është shumë më i madh se sa që mund të jetë për shembull në Kosovë, për me ditë gjithçka, për me kuptuar ose me lexu. Ashtu është, pra ne edhe po luftojmë që fëmijët tashmë të na takojnë neve, të afrohen me familjen tonë, sepse me të vërtetë edhe ata janë keq dhe përjetojnë shumë rënd. Qysh janë bisedat me ta, sepse ju përpos që i vizitoni dhe i kontaktoni, bisedoni me ta përmes kamerës, qysh janë bisedat me ta, qysh? Them të drejtën, ata kujtimet më të bukura tjetës tyre i kanë me neve, me nonën e tyre. Sepse shumicën e kohës ta kanë qëndruar në fshatin tonë, ja dhe kjo foto është në fshatin të Dajt, kanë majt shumë të ne, domethënë, edhe ata kanë shumë mall me ardh në Kosovë, kanë mall me ardh me Najt, kanë mall me ardh me pa dhe varrin e nënës. Kanë dërgu disa herë mesazhe nga Suedia për nënën. Çfarë mesazhe? Kanë thënë edhe majic me mbishkrimin të duam shumë nënë, të cilën kanë kërkuar me shku te Vorri më ja dërgu. Kemi shkuar me familjen te Vorri, ja kemi dërgu foton. Edhe ata janë ditë lumtur se kam rri, domethënë dhurata atyre te Vorri. Por ata e din që nëna aty nuk jeton më. Po, ata e din që nëna aty nuk jeton, e din që baba i tyre është i akuzuar kryesor. E din domethënë. E din plotësisht. Ju ka tregu pra kujdestarët, shteti. Po shteti na tregon.
edhe janë kategorikisht kundër që të flasin me të. Nuk dojnë me folë me babën. Do të thonë nuk flasin me të dhe nuk kanë folë. Se çka thonë për shkak, a ka pas kërkesë për shkak që me folë me ta për shkak nga ana e prindit? Ka pas kërkesë që me folë me ta, po këta nuk kanë. Nga ana e Naimit. Nga ana e Naimit kanë pas kërkesa që me folë me fëmijët, po nuk pranojnë fëmijët. Deklarimi i tyre është që babi na ka marrë mamin. Edhe kështu nuk flasin. Do të thonë ne kam përditësimin e dhënave tyre. Ata më tregojnë mu për ecurinë e tyre, javën e tyre, muajin e tyre. Si raporte nga me email zyrtar është, po për shërbimeve sociale, aktivitetet e tyre, punët e tyre, se çfarë bëjnë, dhe ndërtu janë edhe këto fjalë se nuk dojmë me komuniku me babin sepse na ka marrë mamin, e kështu me radhë. Me çfarë aktivitete shërbim kanë tash në shkollë? Tash janë në shkollë, po kanë filluar edhe luajnë futboll, secili kanë aktivitete të shumta që ku ta gjojnë veten me vazhdu aktivitetin. Kujdesen shumë mirë shteti suedez për ta. Si Suedia që është shembull për krejt, po këta në Kosovë nuk kanë mundësi marrë momentalisht. Deri në sot nuk kanë pasur mundësi të vinë. Me vendimin e gjykatës sot me fëmija kanë drejt të vinë në pushimet e tyre, kanë drejt me artena, me na vizitu, me najt, dhe kjo sigurua tashmë edhe me letë veç shërbimeve sociale, edhe familjes tonë, edhe tashmë më në ardhë. Ndërkohë, ju keni shku, pra, për mene nana që ka shku, ka najt me ta, ka flejt me ta. Qysh kanë qenë ato natë që kanë kalu bashkë? A ka tërgu nana diçka? Po, këta kanë pas një lidhje shumë të ngushtë me nanën e tyne, kanë flejt non-stop bashkë, edhe tregon mama që kur kanë flejt bashkë, me amaj dorën, e kështu adin, si kur nana me Vlad, po konë shumë e dhemshme, po sa do pak mama si largojke kur ishe ke fëmin mire, dhe një heke pak edhe molli, se e vet një gjë që kemi në nga Lirdona janë fëmijet, dhe me të vërtet është e dhemshme takimet me ta, komunikimet me ta. Besoj që tash takimet pas këtij mendimi, takimet kanë më të shpeshta, ndoshta një ditë dhe do të jenë pjesë e familjes. Për këtë edhe shpresojmë që të na bashkohen shumë shpejt. Nëse nuk ka kërkesë për palës tjetër, që fëmijët me taku familjes Murseli. Këto po besoj më së miri e korrektson edhe shteti suedez. Edhe vendimi i gjykatës, sepse ata edhe njëri prej tyre edhe ka vrarë nanën e tyre, dhe ne jemi familja vetme që mund të na taku fëmija, sepse ne kemi vetëm kujtime të bukura me ta. Uroj që gjithmonë të keni kujtime të bukura, ndonë se kalon shumë kujtime të këqija se çfarë ka ndodhur pra me Lirdonën, me vrasjen e motrës tuaj, nënës së këtyre dy vogloshëve, të cilët uroj që të kenë jetën e lumtur, ta shëtutje, po do më të pyet, a ke arrit ndonjëherë me kuptu ti pse ka ndodhur kjo, pse ka ndodhur vrasja e Lirdonës? Them të drejten, jemi munduar disa herë që të analizojmë nga fillimi këtë farë lloj ngjarje që ka ndodhur, ajo se çfarë ishte më saktë dhe më korrekte për neve si familje, ishte se Naimi kishte një jetë shfrenuar dhe nuk donte që Lirdona t'i bënte bezdimon një jetë. Nuk donte që të kishte komunikime, për shembull, ne vetë jemi të martuara dhe normal kujdesin për njëri tjetrin, ku je, si kalon, çfarë bën. Ai nuk i kishte qef këto. Nuk i dënte këto. Jo, kishte një jetë, e jetonte një jetë e cila nuk i përkeste këtij si njeri. Dhe mendoj që këtu ka filluar ajo krisja që jeton jetën e dikujt tjetër, jeton me luks çka ti nuk takon. A kupton, çka ti nuk ke mundësi. Dhe ky nuk ka dashur nga ajo jetë luksi me ra një jetë në fshat me një kafe, sepse jo ka paragjykime, ti pse rave prej asaj shkallën, shkallë ka shport, po dhe perfekt. Dhe mendojmë që e zgjedhi ta vras Lirdonën, duke fituar dobi pasurore nga kjo. Sigurim të cilin e kemi edhe në shkrezat lëndës të dërguar nga Suedia, që kjo ka bën një sigurim Lirdonës, në vlerë prej 280.000 euro. Dhe ka dashur që ky të jetë viktima në këtë rast, dhe ti merr parat e Lirdonës duke paguar edhe borxhet të cilat besoj ka vërtetuar edhe gjykata që ka, dhe mendojmë që kjo është arsyeja. Asnjë arsye nuk çon në vrasjen e një njeriu, as më tepër
bashkëshortës Liridonës, e cila është shfaqur në këtë fotografi. Kur e shë në për fotos, e pash Facebooku jote i mbushur me fotografi me Liridonën, me motrën. Kur i shë këto fotografi, qka thu, qka menon? Me thonë drejten, na mungon shumë familjen tonë. Sepse shumicën e kohës ka qenë me neve, ka qenë shumë e lidhën emocionalisht me neve. Dhe është e dhimbshme që në vend se ne të festojmë së bashku ndonjë festë apo ndonjë ditëlindje të fëmijëve, ne duhet ta kujtojmë me fotografi. Kjo është e dhimbshme për neve shumë. Jemi në fund, por du më bënë pyetje që e di që është ndërsa si pyetje po lidhje, por nëse Liridona kishte pas mundësi me nani, me të një ty, çfarë kishe thonë sot kur u mor ky vendim i gjykatës, pra dënimi i përjetshëm për ish burrën e saj Naj Murseli? Atëherë, unë kisha dashur mi thonë që shpirti yt të prehet në paqe e lehtë, amanjeti ka shku në vend dhe shumë shpejt edhe fëmijët do të na bashkohen në mesin tonë. Ata të cilët i ka dashur shumë, asnjëherë nuk do t'ja lëjmë në dorë dikujt tjetër. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal, biseduam në një bisedë që ishte vështirë edhe për mua për të realizuar këtë intervistë, po doshta me të pas në këtë emision edhe për të treguar edhe për kushtimin që ka edhe ka treguar një vëlla për motrën e tij. Faleminderit shumë, faleminderit për gjithçka që nga fillimi ne kemi qenë të hapur me media, kemi biseduar edhe bashkë disa herë. Një falenderim i veçantë shkon për gjitha mediat në vend, sepse besoj që kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në rastin tonë. Kërkojmë falje që ndoshta nuk ju kemi përgjigjë çdo herë pesa apo kërkesave të juaja, por duhet ju falenderojmë shumë në emrin të familjes, në emrin të timit personal. Falenderoj që ishe në emisionin frontal. Faleminderit edhe juve. Faleminderit e ju të nderuar shikues që kanë qëndruar në emisionin frontal, këtu po japim fond për sot emisionit.